Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Allahun e falenderojmë, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, se dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. O Allahu Zot, na dhuro dijet dobishme, na mundso vepra të mira. Sa ti më gjallë, o Allah, na furnizon me furnizim të pastër dhe halal. O Allah, o Zot, na njeh me të vërtetën e na bëj pasues të vërtetës mbasi ta njohim. O Allah, o Zot, na njeh me të pavërtetën, me të kotën e na largo prej saj mbasi ta njohim. O Allah, o Zot i gjithësisë, na bëj neve për atyre njerëzve që e kanë fuqinë, forcën dhe guximin, kur nuk i jepet mundësia e diturisë për diçka të thonë, nuk e dim. Po vazhdojmë inshallah taala me pyetjet që kemi për sot të rezervuar, ndërkohë që vëllezërit mund të bëjnë pyetje, asnjë lloj problemi që janë prezent ose motrat. A është e vërtetë ajo që thuhet se kur dikush të gjen duke ngrënë ushqim do thotë se e do vjera fort? Dorë me një. Po e gjetë dikë duke hangër, e gjen dikë duke hangër, do të thotë se do vjera fort. Dorë me një ilaç për miza. Zot na ruaj prej ignorancës. Kjo s'ka lidhje fare, s'ka për të asnjë lloj argumenti, thjesht duhet me përmbajt asaj shprehjes larg, plotësoje vetë. A është haram nëse konsumojmë ndonjë ushqim që ka në përbërjen e tij alkool? Nëse alkooli është transformuar krejtësisht, pra ka kaluar në një lëndë tjetër, në reakcion në lëndë tjetër, s'ka problem fetarisht. E nëse alkooli ka mbetur aty, ndoshta jo me vetitë e tij dehese, po ka mbetur lënda e tij aty, është problem, s'bën. A ka mundësi që nga rrobat që ne durojmë të na bëjnë ndonjë gjë të keqe? Ka mundësi, për këtë arsye duhen larë para se të dhurohen. Rrobat përpara se të dhurohen është mirë që të lahen, të pastrohen. Në mënyrë që mos shkojë diçka nga aroma apo djersa e trupit tek njerëz që ti nuk e di se kush janë dhe çfarë njerëzish mund të jenë. A lejohet të frymë ujit me surën Yunus, me ajetin 81-82 të surës Yunus? Lejohet me fry ujit me çdo ajet nga Kurani, pra nuk ke pse të specifikosh një ajet fiks. Por nëse i frynë me këtë ajet nuk ka problem, pra lejohet. A fiton shpërblim të agjërosh për humre në Mekë, jo humre, po umre me u. Umre në Mekë, edhe Mekë me të madhe, Mekë është emër vendi. Po, me shpërblim, s'ka dyshim, çdo vepër e mirë që mund bëhet në Mekë, ka shpërblim, pa dyshim, që merr shpërblim. A është e vërtet kjo që thuhet në këtë postim? Nuk e di as shfaqet, dhe Allahu xhe. Pra thot ky postimi nga këto shkencëtarët e rrugëve, nëse nëna është infektuar me magji, fetusi është infektuar, që do thotë se çdo person i infektuar infektohet në barkun e nënës tij përpara se të dalë në jetë. Prall. S'është e vërtetë. Mund të jetë nëna me magji dhe fëmia s'ka asgjë, s'ka lidhje. Mund. Po nuk është domosdoshmërisht kështu. Nuk është kështu rregull. Prandaj kujdes me këto faqet e rrugëve. Kujdes me këto faqet e rrugëve sepse nuk e dim se kush i menaxhon. Me një shok kam një kohë që njihem dhe jemi besimtar musliman, para 4 muajsh i kam shitur një makinë pa prezencën time.
pasi unë jam në emigracion dhe i them shokut shko kontrollo makinën, çfarë do të ketë nëse të bën punë merë, nëse jo këtë e përsëri. Ai shkon dhe kontrollon, thotë nuk ka asnjë lloj problemi dhe mbas 4 muajsh më shkruan mesazh që më kthe parat mbrapsh, pasi makina është prishur do motor. Dhe thotë se më ke hyrë në hak, se më ke gënjur. Po unë kisha një vit që isha larguar nga makina dhe makina kishte një vit që nuk punonte. Për këtë arsye dhe unë ja thash atij, merre makinën dhe kontrolloje. Nëse ti nuk ke ditë që ka pas makina këto probleme, një, kushti i parë, dhe i ke thonë kontrolloje dhe shife, e dyta, dhe ky kujtohet mas 4 muajsh që prishet motori, e treta, ti nuk i ke hak. Kështu që mos i kthe as i kokër leku, makinën ta çoj për shkrije ke Korumi në Elbasan. Po si boni punë ta çoj për shkrirje, ose ti rregulloj motorin. A është e vërtetë se ekziston një hadith i cili thotë kush betohet në diçka tjetër përveç se në emrin e Allahut ka bërë shirk. Shirk të vogël, po, sakt, hadithi sakt. Men halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak. Ai njeri që betohet me emrin e dikujt tjetër përveç emrit të Allahut, ka bërë shok Zotit. Pra, ka bërë një lloj idhujtarie, Allahu na. A lejohet meshkujt t'i bëjnë me kanë duart një vizatim? Jo. Gratë po, burrat nuk bëjnë vizatime në për duart. E i Zotit madh, edhe këtë e dëgjum. Në lidhje me zekatin e dukatit, pra floririt, unë kam dukat për zekat, i kam durat kur jam martuar e më divorcu, a kam borxh me pagu se unë gjithë e kam pagu, po një hoxh më tha që se ke obligim me pagu se je pa punë. Dhënia e zekatit në bizhuteri nuk ka lidhje ke punë, s'ke punë, por ka lidhje obligohet, s'obligohet. Nëse themi që duhet nxjerr zekatin nga bizhuterit, duhet nxjerr, ke punë, s'ke punë, zekati duhet nxjerr. Nëse themi që s'është obligim zekati në bizhuteri, atëherë s'duhet nxjerr, ke punë, s'ke punë. Cili është mendimi më i saktë në këtë çështje është se duhet nxjerr zekati në bizhuteri. Nëse është më shumë se 85 gram e lartë. Nëse është 85 gram e lartë, obligohesh të nxjerrësh zekatin e bizhuterive, por me i kusht. Duhet të jetë 24 karatësh. Duhet të jetë 24 karatësh florin. Po mirë, nëse dukati apo flori është më pak se 24 karatësh, është për shembull 18 karatësh. Si veprohet? Për shembull, unë kam 150 gram florit 18 karatësh. Cila është formula? Ka një formulë. Si e konverton? Ja, po, pëse ta shetës që me nxjerr zekatin, e ka bizhu. Ka unaza, si ti konvertoj? Po, si bëhet konvertimi? Si? Ja, s'llogaritet ashtu. Nuk llogaritet me çmim. 150 gram florit 18 karat tam. 150 herë 18 pjesëtim për 24. Nëse del mbi 85 shifra, obligohet me dhon zekati. Nëse del nën 85-ën, nuk obligohet me dhon zekati. Kam 200 gram florit 15 karatësh. Ka 15 karatësh? Ka. Atëherë 200 herë 15 sa bëjnë? 3.000? 300 në burr. Ha? 3.000. 3.000 pjesëtim për 24? Ha? Ku e keni atë kalkulatorin? Ha? Atëherë obligohet me dhënë zakat. Obligohet me dhënë? Ha? Obligohet me dhënë zakat. Pra kështu bëhet llogaria, pra fiksojeni. Shifra, gramve, shumëzim.
pastërtinë e karatëve, pjesëtim për 24-ën. Nëse ajo grua lind foshnjë, por jo në mënyrë normale, po me operacion, a hin kjo në fazën e lehonisë? Jo, sepse zakonisht gratë që lindin me operacion nuk zgjat lehonia e tyre si lindjet e zakonshme. Pra, le themi gjakderdhja e tyre mund zgjasë 2 ose 3 ditë. Dhe me mbarimin e gjakut do të thotë se ka mbaruar dhe lehonia. Dhe obligohet që është ditën e 3 për shembull apo të 4 të fillojë namazin, sepse lehonia ka të bëjë me prezencën e gjakut. Është gjaku, është lehoni. Mbaroi gjaku do u pastru femra, s'ka më lehoni. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në namaz a dërgonte dhe ai salavate siç bëjmë ne, apo vetëm ne duhet bëjmë salavat për të? Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dërgonte salavate për veten e tij. Thej gjë? Thuj. Alhamdulillah. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dërgonte për veten e tij salavat. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur falte namaz e falte në këtë mënyrë. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. A lejohet me zbulu gjinën vetëm me burrin nëpërmjet ngjyrës pink apo blu? A lejohet me zbulu gjinin, se ka thonë gjinën. Ç'është kjo gjina? Gjinin. A lejohet me zbulu gjinin vetëm me burrin, pra jo me njerëz të tjerë, me fest, me ngjyrë pink ose blu, pa postime, pa organizim asgjë, vetëm private, familjarisht. Jo, s'bën. Nuk bën që muslimanit përngjasojë në këto lloj gjonash me jo besimtarët. Ne mund ta marrim vesh gjinin e fëmis, elhamdulillah. Që çun, elhamdulillah. Që goc, elhamdulillah. Elhamdulillah. S'ka nevojë as pink, as blu. Po, mund bëhet sejdë për Allahun. Allahu ekber, sejdë falënderimi që është saklom. Që është i plot, pa tmeta, elhamdulillah, i bjet në sejdë Allahut. S'ka nevojë për pink, as për blu. Kam një pyetje, në të njëjtën datë që më ka vdek nëna, më ka lindur dhe djali. Nëna në orën 21:30, djali në orën 22:30. A ka ndonjë domethënie? Jo. Punë e Zotit. S'ka besutni në Islam, s'ka falle. Kështu që alhamdulillah. A duhet jemi pa tjetër me abdest kur të bëjmë dhikrin e mëngjesit ose mbrëmjes? Jo. Pa tjetër jo. Më mirë po. Pa tjetër jo. Më mirë po. Jemi në Itali tek motra dhe kemi ardhur për 1 muaj për pushime. I keni lehtësimet e udhëtarit. Edhe pse do të rini 1 muaj, s'ka problem. Dëshiroj të rri anonim, mos e vetmenin si s'përmendin emra. Më vjen një pyetje në kokë që sa herë që shkon në xhami, pyetja është kur hoxha është duke recituar surën El Fatiha dhe surën e tjetër, a duhet ta recitojmë dhe ne? Po, El Fatihan duhet. El Fatihan duhet, ta themi, edhe nëse imami është me z. E nëse imami është pa z, duhet ta themi që duhet ta themi. Po edhe nëse është me z, duhet ta themi në mendimin që unë e shoh si më të saktë dhe më të drejtë, duke mbështetur në hadithin i cili tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më duket se lexoni Kur'an mbas meje. Than po. Ishte namaz sabahu. Tha mos lexoni më Kur'an mbas meje përveç se El Fatihas. Mos lexoni më Kur'an mbas meje përveç se El Fatihas. Mbaroi historia, u mbyll debati.
Dua të bëj një pyetje, jam me një lidhje me një vajzë, por ajo ka 2 fëmijë. A lejohet ta marr për grua sipas Islamit? Lejohet. Fetarisht nuk ka asnjë problemi. Me pas 2, me pas 3, me pas 4. Fetarisht nuk ka asnjë problemi. Pra, martohesh me një grua e cila ka qenë e martuar dhe ka 2 fëmijë, apo e ve, apo me 2 jetim, apo më shumë apo më pak. Fetarisht nuk ka asnjë lloj problemi. Absolutisht që po qenë njeriu i duhur, bëj bismillah dhe ec përpara. Jo. Jo, ky ka detyrim vetëm ndaj gruas dhe fëmijëve që lindin me këtë grua. Ndaj atyre nuk ka detyrim, ama nëse i ushqen, nëse i mban, ka sevap, ka shpërblim. S'ka lidhje. Nëse ky pranon, s'ka lidhje. Mund të jenë edhe të mëdhej, mund të jenë të vegjël, s'ka lidhje fare. Një shoku im thot sa herë iki me fal xhuman pi dhe cigare, domethënë e bën me vetdije, i thash nuk lejohet, sepse e prish abdesin nga era e cigarës. Ky shoku im thot jo, se shumë kanë thënë nuk e prish. Që haram me pi cigare është haram, pa abdesi nuk prishet. Kështu që pas kanë qenë fukahat fort ato që kanë thonë se s'prishet. Pas kanë qenë me dije mashallah fetare. Kështu që ka drejt ai shoku jot. Ditët që kemi përzemëruar nga Ramazani, duhet të mbyllim brenda këtij viti apo mjafton deri para Ramazanit? Deri para Ramazanit, okay. Deri para Ramazanit. Kam një kohë gjatë që zihem me të fejuarin, çdo natë, veç gjatë natës zihemi. Jemi në distancë, ajo është jashtë shtetit, unë në Shqipëri, dhe sa herë çdo natë ne veç zihemi. Dhe diçka e vogël do plasi sherri deri në atë pikë sa nuk flasim më me njëri tjetrin. A e se do mësoni, për s'ka problem. Do të kaloj, inshallah, do të kaloj. Të paktën nuk e pas një 24 ore, pas ki vetëm natën. Kështu që unë këshilloj që mos flisni natën, mo flisni vetëm ditën. Sa të hyja këshom i thu, selam aleikum, shifna nesër mëngjes. Edhe lehtësohet, inshallah. Është në domosdoshëm dëgjimi i ezanit për të falur namazin, nëse posit veprojmë kur nuk kemi xhami pranë. E thret vetë ezanin, stresit zero. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah. Pra sa kusht me dju, mund ta trasësh edhe vetë. Stresit zero. Kur një vajzë që është muslimane, por pranon islamin, po si muslimane pranon islamin, dhe vjen falet në xhamia, duhet më thënë shahadetin? Jo, vetëm se nëse nuk e ka thonë asnjëherë në jetën e vet. Nëse nuk e ka thonë asnjëherë në jetën e vet, duhet ta thotë, se një herë duhet thonë patjetër. Pastaj herët e tjera s'ka nevojë më. Kur jemi një grup vajzash dhe vetëm njëra nga ne ditë fali namaz, a mundet ajo të dali përpara dhe vajzat të rinë ta falin pas? Jo, kjo që din rrin mes. Imami i burrave rrin përpara, imami i grave rrin në mes të grave, në mes të rjeshtit. Imamja femër rrin në mes të rjeshtit. Imami mashkull rrin një rjesht përpara. Çuditshme, se kishin gjunë herë. Gruaja ime është namazlike do të thotë që fal namaz. Desha të pyes pas marrëdhënies intime me mua, duhet ta pastroj vetëm trupin apo edhe flokët? Sepse kemi dëgjuar që flokët s'ka nevojë. Jo, do ta laj gjithë trupin. Kokën, trupin, këmbët, gjithçka duhet ta laj patjetër. Ai diskutimi është nëse i ka gërshet flokët, mund mos i zgjidhi. Mund të mos i zgjidhi nëse i ka gërshet.
Nëse ja borxh dikujt familjes, llogaritet si sadaka borxhin ditën kur më kthen apo thjesht shpërblim. Kush jep borxh për afat të parë, i shkruhet gjys shpërblimi sadakaje deri në ditën kur t'ia kthej. Për shembull, ti ke dhënë për shembull 10.000 euro borxh, për çdo ditë shkruhet 5.000 euro sadaka. Për çdo ditë. E nëse e shtyn afatin, të shkruhet sadaka e plot dhe ka i transmetim 2 fish sadaka. Nga gjys, sikur ke dhënë 20. Nëse dikush të bën padrejtësi e nuk mund t'i thuash në sy, e don të shprehesh me dikënd, a quhet përgojim? Jo. S'quhet përgojim. Përveçse dikush ka bërë padrejtësi dhe ti shprehesh tek dikush tjetër për me zgjidh ose për dal nga situata apo halli apo problemi, s'quhet përgojim. Vjera nuk pushon duke na mallku, nga më të ndryshme dhe fjalën ka sjell që burri më traton mua, sepse do të na shkatroj neve lidhjen. Një këshill. Qesh. Kur vjera të mallkon ti qesh. Kur vjera thot çunim shko me i tjetër ti qesh. Për 6 muaj vjera xhenaze. A është e vërtet kjo? Ja. Besoj se kapet se. Kapet. Lutja që këndohet për të bërë i pasur. Hajde, bismillahirrahman. Hajde ta shohim. Hajde se dolem nga hallim duket burra. Boni gati. Ja Hamid el-Faal dhaliman ala jimi khalqihi bi lutfihi. Ja Hamid el-Faal dhaliman ala jimi khalqihi bi lutfihi. Kjo është dua e këput me përgjys. E kanë morë këna i libër, pa i libër du të këtë qenë i gris, e në praf, e në këto tani gjahilat e kanë këput përgjys. E para kjo dua nuk ekziston. Nuk ekziston në fen ton dua për të bërë i pasur. Duaja për të bërë i pasur është djersa ballit, studimi, leximi, ropatja, lodhja. Kjo është duaja për të bërë i pasur në islam. Këto muhabetet janë gjitha pralla. Ta përkthejmë shqip çfarë do të thotë. Ja Hamid el-Faal, o ti që bën vepra të mira, dhalman, ti që bën mirësi, ala xhemi khalqihi, ndaj të gjitha krijesave, bi lutfihi, me dijen e tij. Po mi ku është lutja këtu, s'ka dalë akoma që lutja. O ti që bën mirë dhe je bujar ndaj gjithë krijesave me dijen e tij. Plotësoj pra felin se e kelon përgjys. S'ka. Kështu që larg këtyre njerëzve që thjesht shpërndajnë gjëra për të mashtruar njerëzit. A lejohet që ta agjërohet e premtja vullnetarisht? Jo. Ka ndales, është ditë feste, gëzimi, nuk agjërohet në ditët e festës. Ka ndaluar pejgamberi sa që ta agjërohet dita e premte, xhuma, përveç se nëse shoqërohet me ditë përpara ose ditë mbas. A është e lejuar fetarisht të dash në takim një herë me një djalë, pastaj me një djalë tjetër njëkohësisht, sepse je pa vendosur se kë do zgjedhësh prej 2 djemve. S'lejohet. As nga ana një mashkullit të dali më shumë se me një vajzë, e pastaj të hodhi shortin ndargët, ku ti bie 10 është e vërteta. Po kështu edhe një vajzë nuk e lejohet që dali më shumë se një çun, edhe pastaj ndargët të hodhi shortin, ku ti bie 10 është e vërteta. S'lejohet. Marrë punë me një, pëlqeu, s'pëlqeu, për shtatët o për putët e ku dëgjon e tjerë dhe e mbyll. Pastaj nis kapitullin tjetër e kështu me radhë. Po jo,
po ule me agja 7 për herën, më 7 takimin me Zenelin, 8 takimin me Baftjarin, 9 takimin me Remën, më 10 takimin me Ramazanin, më 12 takimin me Lefterin, më 1 takimin me Erionin, 4 takimin me Jakubin, dhe në 6 takimin me Fatmirin. Për ditë unë me këta. Pastaj në fund muajt bëhen lëmë zgjedh. Si me zgjedh, po të i short. I bë Fatmiri, si ishin Fatmiri, Zoni, Muarremi, Zeneli, Erioni, e hapate, dhe del Baftjari. Hajtë të rashgohesh me Baftjarin, hajtë Baftjar, se ti pas ke qenë fati i jetës time. S'lejot, këtë gjë. A do të kemi fëmijë në xhenet, për ata që, sidomos për ata që nuk kanë pas fëmijë në këtë botë? Po. Vetëm se me pas fëmijë në xhenet nuk është me mundin e kësaj bote. Është diçka që Zoti ja plotson banorit xhenetit apo çiftit në xhenet me një herë. Sepse nuk duhet të ketë dhimbje, nuk duhet të ketë problematika, nuk duhet të ketë. Në momentin që duan fëmijë, ua mundson Allahu të kenë fëmijë në xhenet. Dëgjova një teolog që thot, hajde çka ka thonë ky teolog, shpirti kthehet në flutur. Po Zoti më na jep sabër. Nuk është e vërtetë, simbas si më thënë teologjisë islame, simbas shkencave islame, teoria e rimishërimit, se shpirti i njeriu kthehet në insekte, apo në zogj, apo në kafsh, apo në lule, kjo në fen ton nuk ekziston. Nuk ekziston kjo gjë në fen ton, do është prall. Mund ta kenë fetë të tjera, besimet të tjera, është çështje tjetër, por në Islam nuk ekziston. Edhe nëse personi i thot vetes teolog musliman. Nuk e di për fetë të tjera se çfarë kanë për këtë mesele, por në Islam kjo është dhe s'ka dyshim. Rreth ndrimit të arit, kur bën ndrim ke një të përdort, pra ke një diçka ari të përdorur, që të është dëmtuar dhe e ndron me një të re. Kam dëgjuar që fillimisht duhet me e shit e tani me ble tjetër. Pra me e shit një herë, pastaj me ble të riun. E jo me bën ndrim. Lejohet ndrimi nëse është në gram të barabartë. E reja është për shembull le të themi 15 gram dhe e vjetra është 15 gram. Lejohet. Edhe nëse ndryshon karati. Pra e vjetra është 15 gram, po faktikisht është 22 karatsh. E reja është 15 gram, po faktikisht është 16 karatsh. A lejohet ndrimi në këtë rast? Lejohet. Sepse grami është njësoj, edhe pse ndryshon cilësia. Ama nëse unë kam një flori 22 karatsh, i cili kushton 2.000 euro. Dhe duhet marr një flori tjetër i cili është 16 karatsh, i cili kushton 2.000 euro. Mirë po, ky 22 karatshi është 15 gram, ndërsa ai 16 karatshi është 72 gram. Nuk lejohet edhe nëse çmimi është i njëjtë. Nuk lejohet edhe nëse çmimi është i njëjtë, sepse në flori, në argjend dhe në drithra dhe në ushqimet bazike është kusht të jetë njësoj në peshë, edhe pse mund të jetë cilësia ndryshe. Po mirë, për shembull, unë kam diçka që është një cilësi e të ulët, po kam shumë. Edhe duhet marr diçka që është një cilësi e lartë, po është pak. Shite këtë cilësi në ulët dhe bleje atë që është cilësi e lartë. Po njësoj është përfundimi, po pra po njësoj është përfundimi, po ka tekst që e ndalon. Ndalohet kjo gjë me fe. Atëherë nëse do të bësh ndrim florini dhe janë gramatura të ndryshme, shit të vjetrin
dhe pastaj blej të riu. Po jo me bon ndrim. Ndrimi lejohet vetëm se është gramatura e njëjtë, pesha e njëjtë. Prindrit më kanë bërë lanet sepse kam zgjedhur të martohem me një burrë që është racë tjetër. Unë me burrin kemi një jetë normale dhe shkojmë shumë mirë me njëri tjetrin. Mirë, po prindrit na kanë mallkuar. Dhe kanë folur për ne shumë keq dhe duan që ne të ndahemi. Kam dy pyetje. E para, mëse mallkimi i tyre dhe cila është këshilla. Ma u fort me burrin, se je në rregull. Mallkimi i tyre nuk të zën. Çdo pengesë e prindit për të martu djali apo vajza me tjetrin apo me tjetrën dhe del pengesë raca e tjetrit apo e tjetrës, prindi këtu nuk ka të drejtë dhe humb kujdestarin. S'është arsye kjo raca, dorë tjetër, se ne mos dum ta përzim, pa pra, se dum ta përzini, se jeni gjak mbretëror, gjak perandorak, dhe s'doni ta përzini. Kështu që mos e vrisni menin se jeni në rregull. Hiç fare mos e vrisni menin. Shive që kësë undeza e fika të se nezje e bibi vogël. Ose po patët fëtot lejeni nezë. Falë 5 kohëra namaz, 5 kohëra, pra ka përcilën 5 kohët e namazet, por ditën e xumaj jam punë dhe bëm me kolegen, një javë shkon ai, me kolegën, pra me kolegun, një javë shkon ai dhe një javë shkoj unë, se nuk kemi zgjedhje tjetër. Mirë, zgjedhje e mirë. Zgjedhje e mirë. Kur nuk ka pozicion tjetër, mundësi tjetër, për shembull është roje vëlla. Me ikë të dy rojet me fal xumon, çfarë ndodh me pallatin? Çfarë ndodh me vilën, çfarë ndodh me punën, çfarë ndodh me bankën? Se ti kushtot çfarë thot hoxha kështu, stakfirullah. Po pra po, stakfirullah duhet më thonë, po s'ka lidhje me këtë këtu. Kështu që kjo është zgjedhje e mirë, në këtë raste është okay. A lejohet me marrë borxh nga një person i besimit të krishterë që është mik i joni këtu në Europë, të cilit duhet t'ia kthejmë pak amat? Lejohet, më çfarë lidhje ka feja tjetrit? I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka ndruar jetë, ndërkohë që kishte marrë një parzmore borxh tek një hebre. Dhe kur ka vdekur pejgamberi sa se puna e parë që kanë bërë, i kanë kthyr parzmoren hebreut. Kështu që s'ka lidhje, lejohet, s'ka lidhje feja. Lejohet me i dhon borxh dikujt që është fe tjetër, dhe lejohet me marrë borxh për dikujt që është fe tjetër. Edhe po që pa fe hiç. Ateist me qenë, agnostik me qenë, budist me qenë, çfarë lidhje ka feja e personit në raport me punën që ti bën? A mundeni të më tregoni, a ka obligim femra ku besimin e ditëve të agjërimit që i ka humbur për shkak të ciklit menstrual? Patjetër që duhet i përsërisi. Patjetër. Po sa herë që vjen Ramazani, kjo temë mos sqarohet, stërhollohet, përmendet, kushtet e agjërimit, obligimet e agjërimit, çfarë duhet bëjë një femër që është me të përmuajshme të tjerë. Hajër inshallah, e rëndësishme duhet t'i agjëroj këto ditë patjetër. Fa iddatun min ayyamin ukhar. Duhet t'i agjëroj në kohë tjetër këto ditë, thot Zoti në Kur'an. Mirëmbrëma. Desha të bëj një pyetje, nëse mundesh lutem këtë përgjigje, patjetër. Tani. Edhe mua, më këtë përgjigje thot edhe mua, patjetër, ja, tani direkt. A është xheneti dhe xhenemi në ditët e sotme? Patjetër që është. Shpirtrat e njerëzve ku shkojnë? On xhenet, on xhenem. Është para përgatitore situata. Jo ajo futja funit. Në varr hapet një derë nga xheneti, hapet një derë nga xhenemi, hadithi sakt.
derdhet xhenemi në varr, e derdhet xheneti në varr. Shpirti shkorri atje, shpirti shkorri atje. Por nuk është si dënimi i botës tjetër, është diçka tjetër, është shpirtëror. Është si puna e ëndrrës. E ke parasysh kur tref në njërin ëndër, ti thy kockat gjitha, edhe ti vetëm qasë, s'kesh ti bëjsh? Ai fut, ti vetëm qa. Për shembull, kur çohesh ti mëngjes je i kput, si tuti që më kanë kput durët e komët. Ky është ndëshkim shpirtëror. E kundërta mund të ndodhi në ëndër që ti të martohesh, e pare, e bëhesh mret, e fiton zgjedhjet përballë Trumpit ose Bidenit, e bëhesh njëshi i botës. E ti urdhëron edhe ndalon dhe ti bën. E tjerë. Kur çohesh mjest, duket vetja si perandor. Sa shefi çik majtas dhe djathtas e kupton që i ke duart në xhepa, s'ke asgjë. A mo je knaq, shpirt nishti je bo, apo ja, je knaq. Alhamdulillah. Kështu është edhe puna e jetës varrit, është shpirtnore jeta e varrit. A mo xheneti ekziston dhe xhenemi ekziston. Edhe sot. Përshëndetje hoxh, përshëndetje i dashur. Një pyetje e pata, pra kam një pyetje, do thot, me të shtit gjatë namazit, a prishet namazi? Po që ndaljet në rregull, nuk prishet. Po të liru në i vit, prishet. Varet nga gatishmëria e pozicioneve dhe hyrje daljeve. Habib, po i dashur, kur quhet se e ke kap imamin me tekbir fillestar, a direkt, apo sa s'ka arrit imamin në ruku? Pyetje e bukur kjo. Kjo pyetje faktikisht ka të bëjë me atë që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush falet me imamin 40 ditë, duke kap tekbirin fillestar, Zoti do të japi 2 garanci. Se nuk është hipokrit dhe se nuk është prej banorëve të xhenemit. Kur quhet se e kemi kap tekbirin fillestar është pyetja. Quhet se e kemi kap tekbirin fillestar nëse ne arrim të themi anë mbas rës së imamit. Quhet se e kemi kapur tekbirin fillestar nëse arrim të themi anë mbas rës së imamit. Si imami thot Allahu Ekber. Kur imami tha rën, unë duhet të them me njëherë Allahu Ekber. Nëse unë merrem me mizvakun, ai ka thonë Allahu Ekber, ka filluar subhaneken, vllajt u mor me mizvakun, ka ngel edhe dhëmballa e dhëmbit, e cila sapo ka filluar të dali për shembull. Dhe ky do më dhon dhe hakun asaj dhëmballës fundit. Ose ka nxjerr shishën e parfumit ca të tjerë për shembull, nxjerrin parfumin. Imami Allahu Ekber ky. Edhe mundësisht u ja dhon dhe shokut. Mundësisht u lut këtë gjithë safi me marr sevapin, të iku sevapin. Allahu Ekber është kështu. Imami tha Allahu Ekber. Unë me njëherë, jo kaq vonë sa që bon unë tani, po direkt. Ai Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kështu e ke kap. Allahu Ekber, e ke kap. Ama nëse bëhet Allahu Ekber, se ke kap. Po filloj el-Fatihaja, se ke kap që se ke kap. Por shkojmë sure, se ke kap që se ke kap. Po shkoj në ruku, selam aleikum, aleikum selam.
E bukur kjo, nëse je duke llogarit këtë 40 ditëshin, nëse je duke llogarit 40 ditëshin, dhe të qëlloj që të falesh me i xhami që s'ka as imam, as muezin, as xham, as xhin, si puna ti imamit që kishte 8 vjet, që s'falte as sabahun në xhami, as drekën në xhami, as ikindin. Sabahun se ishte në gjumë, drekën se ishte me xhenaze, ikindin se ishte në punë. Që thash unë duhet arrestu, duhet të fut në burg si imam. Qëllon ti me i xhami të tillë dhe ti ke arrit ke dita 38 e gjys. Edhe të qëlloj me u fal me i xhami s'ka as xham as xhin. Si bëhet? Duhet i kishe bë llogarit mirë, se me arrit 40-shën nuk është e lehtë. Sepse hadithi është i qartë, kush arrin të fali 40 ditë namazin me xhamat, me tekbirin fillestar të imamit, arrin të shpërblim. Po kur qëllon në rast kështu, nuk e përfshin hadithi. Pa ka përjashtim, se di. Kam shumë frikë që të kaloj tekstin, s'ma man. Ke kjo pjesë janë frikacak, nuk e di. Ahmed thot, më njef, jam filani. Po, mashallah, Zotit të rritë. Desha me ngju nga ju, thot, a duhet rregullu varri apo jo, se kam pa tek disa apo jo, se kam pa tek ne, po bëjnë pallat me drita. Jo, nuk lejohet të rregullohet varri në këtë lloj forme. Rregullim i varrit në Islam do të thotë me elon ashtu siç varroset atë ditë. Nëse krijohet në shembi apo në lloj problemi, e rregullon, edhe e lën ashtu. I ke pa varret e sahabeve? Varret e grave të pejgamberit, nonat e besimtarve? E ke pa varrin e Ibrahimit, djalit të pejgamberit alayhis salam? E ke pa varrin e Imam Malikut atje? Ekstremi që mund të bëhet është një bordur. Një bordur, një gur ke koka dhe një gur ke komët. Ndërsa këto muhabetet e tjera janë të palejuara. Janë për ngjasim me jo besimtarët. E kam pas një abortim shtatzanis, unë fali 5 kohët e namazit, masave duhet mu falë mas abortit. Pra ka pas një abort, kur duhet filloj të falet? Aborti është 2 llojesh. Abort mbasi fetusi ka marrë formë dhe është kriju, edhe nëse është para 4 muajsh. Në këtë rast duhet presi pastrim. Nëse fetusi nuk ka marrë formë dhe ka ndodhur para 4 muajsh, falet qysha dite. Nëse ndodh aborti mas 4 muajsh, nuk shifet ka marrë formë apo jo. Ta përsërisim? Nëse ndodh aborti mas 4 muajsh, do të presësh pastrimin pa ti marrë formë apo s'pa ti marrë formë. Nëse aborti ndodh para 4 muajsh, shifet fetusi. Nëse ka marrë formën, syt, veshët, duart, ka marrë formë. Atëherë pritet, siç pritet gruaja lehon. Nëse nuk ka marrë formë, atëherë konsiderohet duhet më fal qysha dite. Dhe gjaku që mund dali quhet gjak jo lehonie, po gjak hemoragjie. Jetoj në Itali bashkë me bashortën tim dhe me prindrit, që 2 vite që punoj vetëm unë dhe nuk kam të ardhurat të tjera në familje, desha të pyes, a kam gjuna nëse i them prindërve të kthehem në vendlindje, sepse nuk po ja dal dot me pagën që kam. Ta përsërisim çik për këto që duan me ik. Ngjoje. Inshallah se kap emrin. Kapi ta bëjmë sa më reale situatën. Arrin? Dërgjoj që a thot pyetësi, ose pyetësi, po, burë që era. Selam aleikum, thot, jetoj në Itali me bashortën dhe me prindrit e mi, por që 2 vite punoj vetëm unë
dhe nuk kam të ardhurat të tjera në familje. Desha të pyes, a kam gjuna nëse i them prindërve të kthehemi në vendlindje në Maqedoni sepse nuk ja dal dot me pagën që kam. Nuk merr gjuna në këtë rast. Sepse njeriu duhet të shohë ku është jeta më e mirë për të. Në këtë rast jeta më e mirë është më u kthy në Maqedoni, ktheu në Maqedoni. A kam ndonjë mëkat apo gjuna derisa të gjej një punë tjetër nëse unë po merr një punë që kanë të haram? Gjej punë tjetër edhe shkëputu inshallah. Jetoj në Belgjik dhe kam dhimbje të barkut, para ka për qëllim dhimbje të barkut. Në lukët, stomak, ethet zorrëve. Kam bo kontroll tek mjeku dhe kanë dalë të analizat perfekte, pra gjitha analizat kanë dalë mirë. Pas një problem apo smundje, pra pas një lloj problemi apo smundje. Por unë akoma kam shumë dhimbje. Po bëj rrugë knohej kjo hoxha, knohej hoxh Hysniu, kemi hoxh Hysniu në Belgjik ose në hoxh tjetër atje, të knohej të yshti hoxha se mund të kesh në gjë tjetër, me që i paske bot gjitha. Si është për femrën xhenetit te këmbët e nënës derisa të martohet, pastaj ke këmbët e burrit? Jo, ke këmbët e burrit asnjëherë. Kush ka thonë që xhenetin femra ka këmbët e burrit? Mashtrues pozitiv. Mashtrues pozitiv quhet, mashtrues i bardh. Xheneti është në këmbët e nënave. Kjo është e saktë për burrat dhe për gratë. Por bindja e femrës duhet të jetë për burrin e saj, ndaj burrit saj, derisa ai nuk kundërshton Zotin dhe dërguarin e tij sa ose mos nuk lumenç. Derisa s'ka kundërshtuar Allahun, pejgamberin e Islam duhet më u bind, ose derisa s'ka lut menç, mund të luaj menç burri. Thot burri s'ke për shku ke prindrit e tuaj, se kështu them unë. Thuaj burrit, futi i tas llalt, ai llallti të jetë me pak fare krip, futen frigorifer, edhe ta pish 3 herë në ditë, thuj burri se unë ke prindrit e mi nuk më dalon dot. Ka thonë hoxha ke xhamia. Edhe ma lë mu barrën. Jetoj në një shtëpi me vjerrën dhe me vjerrin ja bëj të gjitha punët, ajo nuk naqet asnjëherë. Më shan tek vjerri e i thotë që unë jam lop. Patron i thotë shumë fjalë tjera të pavërteta për mua. I kam dërguar burrit, pa ai nuk ka çfarë të bëj. Po presim blejmë një shtëpi të jetojmë vete. Por unë gjatë se kohë po kaloj në depresion. Hajër inshallah, blejni shtëpi e dilin vetën e lejni rahat ato. Ta bëjnë vetë lopën. S'ka më sprov, kjo është sprov. Dilin vetë dhe bini rahat. Punoj në shkollë fillore, namazet e drekës dhe këndisi kry këtu në shkollë. E di që duhet falem pa zë, po unë i bëj me zë, sepse ka zhurmë shumë të madhe në shkollë, ose ka muzikë në ambientet e shkollës. Elhamdulillah, falu motër nuk ka problem, edhe me zë falu, elhamdulillah që ka mundësu Zotin. Elhamdulillah, Allahu trujt, s'ka gjë më të mirë se sa një mësuse tjetë edhe me namaz e të edukoj brezin e ri, mashallah, Zotin i dhënë sukses. Thot, e keni dëgjuar hoxhë nderuar fjalimin që ka marrë një deputet në Parlamentin e Kosovës në lidhje me familjen? Pa, e kam dëgjuar, mashallah ka qenë shumë e qelluar dhe hallahu i qoftë aty në deputetëve musliman, të cilët janë shkëputur nga lëvizja e cila domethënë nuk njeh kufi mbi degenerimimin. Bravo i qoftë. Lëvizja e tyre duhet përkrahur, duhet mbështetur
halal ju qoftë, siç thot populli qumshti i nonës, kanë bërë një lëvizje që tregojnë se e duan Zotin fort, i friksohen Zotit, se siç themi ne nga anët tona, danoxa sakrifikuan pozicionin e tyre në parti, sakrifikuan kontributin e tyre në parti në emër të mbrojtjes së familjes, besimit, gjinisë që Zoti ka krijuar njeriu. Kështu që nga ky minber i kësaj xhamie unë i them, halal ju qoftë, Zoti ju shpërbleft vëllezën, e Zoti u shpërbleft, e Zoti u aboft marr. Keni dhënë një shembull se si besimi nuk pyet besimi. Kur preken normat e fesë, kur preket feja, kur preken principet bazë të ekzistencës, atëherë besimtari reagon, edhe pse sakrifikon me reagimin e tij partinë, pushtetin apo diçka tjetër. Kështu që përfitoj nga rasti të përshëndes këta vëllezër të nderuar. Dhe nëse më vjen si video, do ta shpërndaj me shumë kënaqësi. A lejohet me punu në forenzike në sektor të ADN-s ose shenjave të gishtave për arsye të zbulimit të krimeve të tjera ku rezultatet që fitohen gjykohen për gjykatës apo për organet kompetente që dihet që në vendin tonë nuk janë me shariat? Lejohet. Më mirë zbulohet krimi, edhe pse nuk ndëshkohet sipas shariatit, po më mirë zbulohet. Më mirë të zbulohet. Edhe pse nuk e merr atë, le të themi, verdiktin shariatik të ndëshkimit, s'ka gjë. Merr gjysmën, merr çarekun, i del emri gjithanej, s'mund zgjidhet më, nuk mund zgjidhet për 5-6 vjet si është ligji, s'ka gjë. Kështu që mirë je në rregull inshallahu taala, s'ka problem fetarisht. S'ke lidhje ti në badën dhe je në rregull. Hajde ç'a thot. Një pyetje në lidhje me lejimin e grave për të vizituar varrezat, nga se të ka bërë një person këtë pyetje, tek pyeti përgjigje dhe ti ke thënë që lejohet për gratë që të vizitojnë varrezat. E kam thonë se moj dot. Mirë, po është një hadith që për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka mallkuar gratë që vazhdojnë që vizitojnë varrezat. Gjithashtu këtë kam dëgjuar edhe prej dietarëve, filani e tjerë. Pra ka thonë Ibn Bazi, Ibn Uthaymin dhe Fauzani. A mund të më shpjegosh ti pse ke thonë që lejohet? Po si arbur? Unë për këtë punë paguhem me shpjegu. Komuniteti musliman për këtë punë më jep rrogën, që më shpjegon njerëzit. Atëherë ne kemi thonë se lejohet, se hadithi i cili ka ndaluar, siç e thot vllai në pyetje, apo siç e kanë thënë këto dietar, është abroguar, shfuqizuar. Çfarë të bëjnë ty të ka arrit gjysma e fesë, s'ka arrit gjysma tjetër. Ka një mendim, siç e thot Sheikh Ibn Uthaymin Ibn Baz, por ka edhe mendim tjetër që thot shumica e mëdhëbeve lejojnë. Sheikh Albani, me që do me emrat bashkohorti, me që më ke përmend këto emrat mëdhej, unë po të përmend një emër tjetër të madh, Albani. Ke dëgjuar për Sheikh Albani? Sheikh Albani thot lejohet. Sepse ka një hadith Elhamdulillah. Yehdikumullah islih balakum. Ka një hadith i cili thot unë ju kam ndaluar juve Elhamdulillah. Unë ju kam ndaluar juve që të vizitoni varrezat. Po tani e tutje vizitojnë varrezat, se ju kujtojnë ahiretin. Nëna e besimtarëve e pyeti, çfarë them nëse vizitoj vllajën e varrit tim? Tha thuj kështu. Personi që e pyeti ishte femër. Dhe i tha thuj kështu. Qartë? Kështu që nuk është meseleja bardhëzi. Ka dhe ca ngjyra tjera kjo mesele. Dhe do të doja ato që këtë përgjigje ta jepshe publikisht, sepse edhe përgjigjen e parë ke bërë publikisht, po sapo e bëra. Priqje. Mos e vrit mend. Sapo e bëra. Si jemi me kohën?
Sa po ka vetë? Atëherë pyetja e fundit. Jam 23 vjeçare nga Kosova. Mashallah, thon Zoti ymër e jetë e iman. Më vjen turp ta them por nuk falja akoma namaz. Jam rritur me një familje muslimane, jo fetare, mbaj 2 punë për të mbajtur familjen dhe po ashtu kam edhe studimet. Po ka një periudhë vështirë të jetës, kam probleme familje, me motër nuk flas, kam dëgjuar për namazin e natës. Doja të pyesja, a mund të fal vetëm namaz natë? A ka vlerë ky namaz nëse nuk fal 5 vakte? Jam shumë keq shpirtërisht. Allahu të ndihmoftë motra ime, Allahu të rujt këtë lodhje dhe këtë mund të kontribut që t'je për familjen, Allahu do t'a kompensoj një ditë. Këshilla ime për ty motra ime është që ti fal sabahun në pikë mjesit dhe fal namazin e yacis në darkët para gjumit si fillim. E ke për ta parë se si Zoti i Madh pasha Allahun, që nuk ka Zot tjetër përveç tij, Zoti i Madh Allahu ka për t'i lehtësuar gjonat qysh ditën e parë. S'ka nevojë më shku direkt në namazin e natës. Po nëse ti e bën namazin e natës, nuk ka problem. Ama unë do të këshilloja sabahun edhe yacin, si fillim. Nëse ti e fal sabahun, nëse e fal yacin, e ke arrit edhe namazin e natës. Kështu që përkushtohu tek sabahu e tek yacia, pastaj step by step, avash avash, kap edhe drekën, kap edhe ikindin, kap edhe akshamin, edhe bosh muslimane shumë e mirë, vallaj bilaj motra ime, Allahu ty do t'a kompensoj këtë që ti po bën. Vallaj bilaj, pasha Allahu. Allahu do t'a kompensoj. Allahu do t'a japë shpërblimin. Lumë si ti. E inshallah e ngjojnë këtë pyetje gocat tona, e motrat tona, e gratë tona, e motrat besimtare. Me 2 punë, me studime, edhe nuk ankohet, munohet me shërby familjes, me kontribu familjes. Pasha Allahun është situatë e rrallë edhe e veçantë. Zoti i dhon udhëzim, Zoti i dhon mëshirë, Zoti i dhon falje, e Zoti i dhon një fat të mirë, një vëlla besimtar të mirë, që ngrej një familje të shëndetshme dhe shëndosh, si kompensimi i Zotit për gjithë këtë siklet e për gjithë këtë mund dhe përpjekje që kjo motër po bën për familjen e vet. Amin. Mirë, atëherë po mjaftohemi me kaq, inshallah Zoti ju shpërbleft e ju nderoft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.